Horoskopi ditor e inte 27 mars 2025. Dashi. Pas një dite të rënduar, më në fund kjo e inte do ju gjej më të qetë. Duhet të kuptoni se çfarë duhet të bëni dhe se në cilën rrugë duhet të ecni si në dashuri edhe në punë. Këshillohet që të reflektoni dhe t'i besoni vetëm instiktit. Në të kaluarën keni vepruar nxitimthi dhe jeni penduar. Demi. Me kalimin e kohës do të merrni konfirmimet që prisnit. Do të ndiheni të rënë fizikisht, me gjas për shkak të ndonjë viroze të stinës. Në dashuri do të ketë momente tensioni. Bëni mirë që të ruani qetësinë. Pinjakët. Nëse nuk ndiheni të dashuruar dhe të rrethuar nga persona që ju vlerësojnë, ndiheni keq. Ndonse keni një karakter të fortë, keni nevojë për konfirmime. Kohëve të fundit jeni ndjerë disi vetëm në përballimin e problemeve të jetës, por ditët e fundjavës do të sjellin më shumë qetësi, duke favorizuar takimet. Nga porja, keni një personalitet të dyanshëm, ku nga njëra anë pëlqeni të veproni dhe anën tjetër jeni dembel. Këshillohet që të qartësoni në orët në vijim, sidomos sa i takon ndjenja, sidomos nëse në vini re diçka që nuk shkon. Luani. Jeni treguar shumë shpesh kritik dhe autokritik, ndoshta për shkak se jeni shumë krenar dhe ambicioz. Kjo bën që të dukeni arrogant, por në fakt jeni vetëm të vendosur dhe besnik dhe as pak diplomatik. Mundoni që të mos përsërisni të njëjtat debate. Virgjëresha. Jeni mjaft konkret dhe nuk ndaleni kurrë para aparencës. Pëlqeni që të eksperimentoni dhe nuk ndikoni edhe nëse e vlerësoni dikë. E bëni me sinqeritet. Në punë do të jeni mjaft të vendosur, ndërsa në sferën sentimentale do të ketë probleme. Peshorja. Nëse po sakrifikoni shumë në dashuri, këtë po e bëni pasi e dini se ja vlen. Me njeriu në zemrës do të gjeni një kompromis me leverdi. Ata që janë vetëm do të jenë të rrethuar nga një klimë pozitive. Në sferën profesionale, situata do të jetë nga pozitive, ku do të ndjeni teje të kënaqur. Akrepi. Kjo e njëjtë nuk do të jetë shumë pozitive, ku këshillohet që të bëni gjërat më të domosdoshme pa u munduar. Prisni para se të hidheni në veprim. Shigjetari. Është një moment pozitiv nga pikpamja profesionale, por jo sa i takon ndjenjave. Nuk do të ketë tensione të pazgjidhshme, por diskutimet dhe debatet do të shoqërojnë gjithë ditën.
Britsjapi. Ky është një moment jo shumë pozitiv nga pikpamja ekonomike, ku bëni mirë që të hapni syt ndaj të papritura, me të cilat do të përballeni. Nga pikpamja sentimentale, situata do të jetë e favorshme. Ujori. Kjo enjte do të jetë mjaft e favorshme, ku do të keni mundësinë që të sistemoni disa situata, të cilat janë zvarritur gjatë, sidomos në sferën sentimentale. Nga pikpamja profesionale, ndonse parashikohet një moment pozitiv, nuk duhet i bëni gjërat nxitimthi. Peshqit. Nuk do të jetë një ditë as pak pozitive sa i takon sferës sentimentale, ku nëse po jeton një raport të rëndësishëm, mund të lindë dëshirë për të tradhtuar njeriun e zemrës. Nga pikpamja profesionale, është një moment i qëndrueshëm.